plotësojnë. Halli kjo dhjo, po halli nuk janë gjaja. Në periudhën e sotshme ka halle nga më të ndryshmet, ku njerëzit janë të shqetësuar në çdo ambient, ka strese në çdo hap që të bash, në trotuare, në rrugë, në ambientin shtëpiak, të kemi shqetësime. Vobeksia ka krijuar shqetësime të mëdha për familjet. Të gjitha këto krijojnë edhe stresa tjera shumë shqetësuese. Po hall më të madh se i smulin në shtëpi nuk ka. Unë kam parë shok, kam edhe këtu në lagje shok të mi që vuajnë nga 30 vjet me fëmijë të smur. Në qoftë se flasim për një shtet human e social, atëherë humanizmi dhe kujdesi social kryesisht duhet të interesohet, sipas mendimit tim, në këtë shtesë. Shkrimtari dhe ish i burgosur i politik Leoni Mishtari, i trajtuar mizërisht nga regjimi komunist si i sëmur mendor, tregon në librin e tij Epoka e djajve peripecitë që ka kaluar në spitalin psikiatrik për kish trajtimin që i bënin atij dhe pacientëve. Më morën edhe si të smur psiqik, më vonë më arrestuan, sjellja ime në etusi ka qenë pak e ashpër, që është e vërteta. Këta e trajtonin ata si të smur, jo të smur për të më toleruar, për të smur për të më shkelur me këmbë më tepër, për të më ekzekutuar, domethënë mëndërisht, më tepër që mos kisha më jaftë për as të vepruar, as për të menduar. Se më tepër rastet ka prek kjo smundje prek edhe rinin, të cilën janë më të ndjeshëm në shoqëri se sa të vjetri. Pra kjo rini kërkon një trajtim të veçantë. Trajtimi më tepër, sidomos për këta sapo ka nisur procesi i smundjes, jam i mendimit të krijohen ca ambiente të veçanta, edhe pune, edhe pushimi, ku njeriu të ndihet i qetë, larg stresit, larg problemeve shoqërore, se pikërisht këto kanë qenë faktorë që ai ka shkuar deri në atë grad, ku të njihen me njëri tjetrin, të organizohen mbledhje, biseda të lira mes tyre, kur të hapen, të shprehen hapur mes tyre, të tregojnë problemet e tyre që kanë. Jam i mendimit se gjithçka do shkojë mirë mes tyre. Ato do njihen mes tyre, mund të krijojnë, nuk është çudi, dhe familje. Qendra shqiptare e reabilitimit të traumës dhe torturës ka në fokusin e saj kryesor problemet e shëndetit mendor. Votimet periodike për shëndetin mendor japin një mesazh kuptim plot në ndihmë të familjarëve dhe profesionistëve të ndryshëm që merren me problemet e shëndetit mendor. Me manualin smundjeve mendore dhe me manualin tjetër çështje të traumës dhe të transmetimit ndërbreznor të kësaj traume psikologjike, ne jemi përpjekur që të fillojmë botimin e një serie manualesh, të cilat në terma të thjeshta do të dhënë pikat mbi për publikun e gjerë në drejtim të shpjegimit të smundjes psikiatrike, të heqjes së kësaj stigme, të kuptimit më të mirë të çrregullimit psikologjike, edhe të njësër dukurish të tjera. Në këtë sens, ky është edhe qëllimi i dyfisht i qendrës tonë, bërja e botimeve gjithmonë e më të thjeshta dhe njëkohësisht serioze në drejtim të afrimit të këtyre materialeve të shkruara me familjet e të smurëve mendore që kanë kaq nevojë për shpjegime, dhe me afrimin e këtyre materialeve me mjekun e përgjithshëm edhe me personelin tjetër jo të specializuar në këtë fushë, dhe së dyti edhe rritja e gamës në sensin e kapjes së aspekteve sociale, jo më psikologjike, jo më mjekësore, po të aspekteve sociale juridike, të cilat do të ndihmonin reintegrimin e të smurit mendor. Qendra shqiptare e reabilitimit të traumës dhe torturës
Organizoj një aktivitet në bashkëpunim me shoqatën e familjarëve të shëndetit mendor për integrim, Tiranë, me temë përballja me shtetin dhe arritjet. Problemet e shëndetit mendor përbën një sfidë jo vetëm për personat me probleme, por edhe për familjarët e tyre, të cilët gjithashtu përballen me stigmën, dhimbjen, vuajtjet dhe konfliktin për t'i bërë ballë kësaj sfide, apo për t'i mbyllur të afërmit në spitale. Shprehje që çdo ditë po zbehet në saj të mendimeve të shumta, ku trajtimi në komunitet jashtë spitaleve po zë vend kryesor. Në këtë shoqat marrin pjesë familjarë të afërm të persona me probleme të shëndet mendor, profesionistë, e kanë fjalën për mjek, psikiatër, sociolog, psikiatër, përdorues, me fjalën përdorues në kuptojmë persona që mjekohen problemet e shëndet mendor, dashamirës të ndryshëm. Kemi një sasi shumë të madhe të persona me probleme të shëndetit mendor, përjedhoj edhe të familjarëve edhe të afërme të tyre. Mjafton të them që vetëm persona të rimbursueshëm, sipas të dhënave të Institutit të Kujdesit Shëndetësor, në fund të vitit 2005 në Tiranë ka patur 4.910 persona me probleme të shëndetit mendor. Unë nuk jam mjek që t'jap konkluzionet sakta shkencore. Megjithatë, e rëndësishme është që smuni mendor është një smun si gjithë tjerët. Por me qenë se ka të bëjnë direkt me smunjet në sistemin e të menduarit, me trurin, ai do i trajtim me të veçantë sa njerëzit tjerë. Kuptohet. Kështu që për mua smuni mendor është si gjithë njerëzit e tjerë, por me një trajtim të veçantë, qoftë mjekësor, shkencor, veçanërisht në trajtim shoqëror, ai hyn në ulli të shoqërisë. Çdo lloj shoqërie qoftë. Për mua një smun mendor mund punoj. Përderisa punon nxjerr të mira materiale dhe jeton. Tani smund mendor në këtë kohë që është sot, duhet pa të parasysh se ka shumë depresion. Pra njerëzit nga probleme të ndryshme, familjare, ekonomike, e tjera që mund kalojnë, domethënë kalojnë depresion. Nga smund mendor, unë personalisht nuk kam frikë, për të faktit se jam pjesë të shoqërisë dhe nëse të gjithë do kemi frikë, atëherë ata do më njanohen nga shoqëria. Unë për mendimin tim nuk kam frikë nga smund mendor. Për të smundën mendor, unë kam mendimin që shoqëria duhet punojë më tepër. Për arsye se nuk duhet lënë vetëm drejtimin në spital psikiatrik, por paraprakisht duhet merren shoqata, organizmat, vetë familjarët, njerëzit më të dashur, më të respektuar. Ju duhet dhënë një shans që të jetojnë normalisht, përderisa natyra nuk ja u ka dhënë këtë aftësi. Duhet ja u japim ne. Shteti duhet i ngarnojnë, shteti duhet bajnë me fjalë edhe po tjetë mundin edhe kampe për ta që pushojnë, i ngarnojnë në jetën e përditshme. A keni frikë nga smundja mendor? Jo, shpesh herë jo, domethënë sepse zakonisht nuk jam përballur, por do kisha respekt për këtë. Nga smundjet mendor kam pak frikë se nuk mund ta mendoj domethënë çfarë pasojash mund sjellin, çfarë veprimesh mund bëjnë. Vetëm kjo gjë është. Po në fundit edhe ata janë njerëz, nëse nuk veprojnë keq ndaj nesh, domethënë nëse nuk reagojnë, unë i respektoj personalisht. Duhet ndihmuar dhe duhet trajtuar si pjesë e shoqërisë tonë. Për ata persona që nuk janë shumë të rrezikshëm për shoqërinë tonë, është e mirë ta trajtohen brenda kësaj shoqërie. Varet nga sëmundja e tij, në rast se ai nuk paraqit ndonjë rrezik, s'kam se të kem frikë. Kam një mendim domosdoshmë që këta të smurdh mendor mund të trajtohen kështu edhe me diferencime. I pjesë e tyre që nuk shfaqin agresivitet janë më të pranueshëm në shoqëri. Jam me mendimin që mos jenë për spitalet. Duhet të jenë në një ambient pothuajse familjar. Të kenë shtëpia pak të 2 katëshe, me një fushë, me një hapësirë të blerë, që edhe ato të punojnë të hyjnë shoqërinë, e njerëz të rregullt. Edhe aty them që mund të marrin diçka nga jeta. Kenë konditat që të punojnë, ndash marangoz, ndash robe qepës. Të paftët mendor mund të jenë janë njerëz si gjithë të tjerët.
edhe ata duhet integrohen në shoqërinë tonë dhe mos mënjanohen pavarësisht aftësive të tyre të kufizuara. Duhet mendoj që edhe ata të vinë këtu në lokalin tonë, të afrohen. Jam këtu. Dhimbja bën të veçanta të që vuan. Në dhimbje ekziston buzëqeshja e vërtet. Në dhimbje, dielli shkëlqen pa u djegur. Jam këtu. Në dhimbje, lind poezia. Në dhimbje bësh protagonist i qiellit. Në dhimbje, ti kupton se ekziston. Jam këtu.